përpara se sa të shkoj tek ty se do të nis në pjesën e dytë, ti mendon vetë që mund ta mbrosh këtë person dhe këtë individ në këto kushte më mirë apo në kushtet e qenurit para burgim? Si është pozita e tij nga pikpamja e mbrojtjes? Dhe a ke pasur kontakt si njeriu i cili duhet automatikisht të di çdo gjë për të në momentet më kritike të situatës së tij? Unë para së gjitha uroj që të jetë mirë. Pra s'ke pasur kontakt thua. Nuk di a është mirë apo jo. Nëse do më duhet jeme sinqert me gjithë këshillat e gjithë kolegëve të mundshëm apo gjithë personave që më rrethojnë që të mos e shpreh, unë ndjem e lehtësuar. Sepse? Sepse më në fund ai person që nuk meritonte të ishte në burg, po merr frym lirisht. Unë ndjej sa kohë ke që ndjek këtë çështje? Unë kam të paktën prej fund 2021-shit. Nuk e kam pranuar në fillim, kam kërkuar që të konsultoj dosjen dhe më pas e kam marrë përsipër, pasi sapo kam përlexuar dosjen, kam kuptuar që ka qenë i pafajshëm. Provat ishin gjitha në dosje. Problemi ishte që nuk i lexonte kush. Mirë. Ky individ shoqëroi ishte pjesë e kësaj e këtij rrjeti, e kësaj rrethane, këtyre individëve që konsiderohen grupe kriminale? Ishte pjesë e tyre apo jo? Të konsiderohesh pjesë e grupeve kriminale në një vend kaq të vogël, kaq të kontakteve, kaq oral, kaq të thashëthemit, siç është Shqipëria, është rëndom të jesh. Ne jemi pjesë e grupeve të lagjes, jemi pjesë e grupeve të farefisit, duam s'duam nuk mund të evitojmë kontakte me njerëz caktuar, të cilët mund edhe të jenë problematik. Por problemi në Shqipëri është bërë që është kthyer në institucion që marrëdhëniet shoqërore tashmë janë indicie për të treguar që nëse dikë e ke shok, automatikisht me të je duke kryer vepra kriminale. Një nga faktet që ne shohim në pothuajse në të gjitha dosjet hetimore është që automatikisht sapo konsultohet sistemi TIMS dhe shifen që njerëz caktuar ndoshta për gjatë 2 dekadash kanë pasur ndonjëherë kalim të kufirit bashk, automatikisht ata, nëse njëri prej tyre ka një dyshim për një vepër penale, duhet patjetër të kenë të bëjnë me njëri tjetrin për këtë vepër penale. Pra janë se s'bën të përfshirë të dy në një grup, në një organizat, ka një abuzim të jashtëzakonshëm me konceptin e grupit dhe organizatës. Organizat kriminale në gjithë rendin botror sot, mund të themi në plot gojën ka vetëm në jugun e Italisë. Pra që thuash në një qytet të vogël si Elbasani të pretendohet që të ketë një organizat kriminale. Grup kriminal? Grupe kriminale në realitetin e drejtësisë shqiptare sot mjafton të jenë 3 persona që bashkëpunojnë, automatikisht konstatohet si një grup kriminal, kalojnë në kompetencë të prokurisë posaçme, gjykatës posaçme. Ne kemi gjykime me persona që kanë punuar në call center dhe kanë marrë një rrogë për 300 euro dhe kanë konsideruar grup kriminal. Pra, koncepti ka ndryshuar shumë për sa i përket grupit kriminal me krijimin e gjykatës posaçme. Okej, do e vijojmë pjesën e zyrtar të rri kjo që thot avokatja që shiko se jemi duke shkuar në një drejtësi e cila s'ka fare kritere drejtësie sa i përket qasjes që ky individ mund të ketë qenë me këta dhe kemi arritur tani në një pikë që jemi më ndëshkuar se sa duhet. Të rri kjo gjë në këtë moment, pastaj të merremi me ratisjen e tij. Nuk është se i di provat, por nga vlerësimi i dosjeve të caktuara të ndryshme, shoh që hetimi në Shqipëri lë shumë për dëshiruar. Pra je edhe ti i këtij qëndrimi? Po. Lë shumë për dëshiruar, por në rastin konkret nuk i di provat. Të qëndrojnë këto që thot Elda sa i përket avokatja është në konflikt interesi në këtë rast. Patjetër pra, sepse ajo përfaqëson një palë sot. Po. Thotë edhe qëndrimet e veta se nga prokuror. Nuk po flet ajo që dua të shfrytëzoj unë një avokate që nuk po flet shumë proceduralisht dhe po thotë unë jam me qetë që ai është i qetë dhe kjo nuk është gjë e zakont ta marrësh këtë përsipër, po nga ana tjetër të qëndron që kemi të bëjmë me thyerje të drejtave të njeriut apo me hetime të cilat shkojnë në këtë nivel pavarësisht. Pra ti do ta amnistosh një njeri në këtë relativizim që e bën Elda që thotë, shiko se mund të rridhe me një grup i cili është i inkriminuar përse bën inkriminuar për një kohë gjatë. Jo, nuk shkoj deri në këtë amnisti, por nga gjithë përvoja ime që kam në komunikim me burgjet, me dosjet penale, konstatoj që hetimi në Shqipëri ka
shumë mangësi sa i përket vlerësimit të provave, sigurimit të provave, metodave shkencore të vërtetimit të një vepre penale etj.